vitamin që çuditshëm kohëve të fundit është duke u shru edhe prej mjekëve, por edhe që po përdoret pak më shumë se s'është që është diskutueshëm, është vitamina E. Për çka mirët vitamina E? Vitamina E është regenerues i qelizave të trupit përgjithësi, ngrit imunitetin, forcë, t'jap, kryesisht përdoret edhe te qelizat tek meshkujt ose tek femrat që kanë probleme me fertilitet. Është e mirë. Ja vlen. Si përdoret vitamina E para bukës, mbas bukës, ditën, natën? Vitamina E është mirë me pinë mëngjes. Mas ushqimit. Mas ushqimit. Mas ushqimit. Po. Kryesisht me produkte që janë ma të yndishme, sepse ajo është vajore dhe e ka përtheshmërinë mas nej ma të mirë. Nëse të zëm hëngra mëngjes, po e marr vitaminën D dhe E në bashkë, se ka me shku në punë, a bën? Po, këto dyja të bojnë. Bojnë bashkë. Nuk kanë interakcion njëna me tjetërën. Po.